Teksa fushata elektorale po shkon drejt mbylljes dhe qytetarët do t'i drejtohen kutive të votimit më 11 maj, komisionet zonale të administrimit zgjedhor po vjojnë punë për të bërë gati infrastrukturën e nevojshme. Në KZAZ 19 në Dibër kanë bërritur një pjesë e materialeve që po bëhen gati për t'u vendosur në dispozicion të procesit zgjedhor të 11 majit. Gafur Gazideda, kryetari i KZAZ 19 në Dibër, tha se deri më tani procesi po shkon normalisht. Deri tani është në normalitet, probleme s'kemi pas, në asnjë nga subjektet, në asnjë nga kandidatët. KZAZ 19 rrisime zgjedhjet e para 2023-shit kemi një qendër votimi shtesë, kjo ka ardhur për arsye se kanë ardhur, janë kthy njerëz dhe është rrit numri i votuesve. Kjo KZAZ, kjo qendër votimi është në njësinë administrative Maqellar, fshati Kërçisht i sipër. Nënkryetari i KZAZ 19 Agron Cara tha se nuk ka patur probleme apo pretendime nga palët deri më tani, ndërsa rrisia e këtyre votimeve është shtimi i një qendre votimi, duke u bërë nga 99 në 100 të tilla në të gjithë Dibrën. Pritet që nga detaj sotme fillon shpërndarja e bazës materiale. Kanë ardhur, siç e shikon vetë, kanë ardhur një pjesë e materialeve zgjedhore, janë vendosur kamerat, edhe pajisjet PEI, që pritet baza materiale të vijë nga KQZ-ja. Këtu janë 100 qendra votimi për momentin, nga këto 100 qendra vitit tjetër kanë qenë 99, o bë shtesa vetëm në njësinë administrative Maqellar, numri votuesve në total për KZAZ 19 është 53.705 votues, dhe në këto momente puna ka vajtur normalisht, është bërë regjistrimi i të gjithë komisionerëve të qendrave të votimit, domethënë edhe vëzhguesve janë marrë dhe me vendime, kemi dalë me vendim si KZAZ 19. Jemi në pritje sot marrim vendimet përfundimtar për grupet e numërimit të votave. Këtu në këtë siç e parashikon ligji, përderisa kemi 100 qendra votimi, do të jetë 6 grupe numërimi, çdo tavolinë domethënë PD-ja do ketë 2 numërues të vet, PSD-ja 1 numërues, edhe 1 do të jetë nga ana e PS-s. Në Dibër janë mbi 53.000 qytetarë me të drejtë vote, të cilët mund të votojnë për të zgjedhur parlamentin e ri që do të dalë nga zgjedhjet e 11 majit.